Jemi në pjesën e fundit, flasim për abortin, nëse është një e drejtë apo një shkelje që njeriu bën. Miran. Mund ta quajmë një e drejtë. Ke 60 sekonda. Por është një shkelje, sepse po marrim jetë për të jetuar. Dhe ne po fusim mentalitetin që jeta jonë ndërtohet duke marrë jetë të tjerëve, edhe brenda familjes dhe brenda shoqërisë. Më kujtohet në Tereza kur vajti në Amerikë dhe takoi presidentin amerikan, Reaganin. Çfarë shoqërie jemi ne, tha, që ndërtojmë qytetrimin mbi gjakun e fëmijëve. Mi jepni mua fëmijët dhe mos i abortoni, thoshte nën Tereza, dhe është një figurë shumë e madhe humaniste, përveç fetare. Duhet dish një gjë, po tregoj një ngjarje që duhet ta dinë të gjithë gratë, po dhe burrat, jo vetëm gratë, dhe burrat. Përgjithësia është për mua e të dyve. Që ishte një zonjë e cila ishte shtruar, kjo është një ngjarje shumë e vërtetë, dhe ajo ishte në një gjendje kllapie dhe kur u kthjellua, thoshte që më dalin disa fëmijë dhe më thonë mami, mami. Mbasi e pyeti mjeku dhe e pyeti ç'është kjo, dhe ai tha unë jetën time kam bërë disa aborte. Pra, duhet dini që fëmia që vritet me anë të abortit është një qenie njerëzore me shpirt dhe trup, trupi i vritet fatkeqësisht, po shpirti jeton. Dhe ai shpirti i atij fëmie është në gjykim me nënën, është në gjykim me babain, është në gjykim me mjekun, është në gjykim me ligjin, dhe është Zoti bashkë me atë. Është një shprehje biblike që thuhet. Do e përfundosh tani, se s'kemi minuta se po jam minutat e tjera. E përfundova. Deri kur o Zot nuk do të marrësh hak për gjakun ton. Prandaj aborti është një problem shumë serioz, është një mëkat që i dënohet jo vetëm nëna babai, por dhe shoqëria. Elona. Me që ishte shumë e shkurtër si... Në një shoqëri demokratike, besimi fetar patjetër që duhet respektuar, por nuk duhet të kthehet në një detyrim ligjor. Dhe në këtë këndvështrim, dalimi i abortit nuk e eliminon abortin, por lejimi i një kuadër ligjor më liberal, po e them kështu, ndihmon gratë të cilat kanë probleme të ndryshme, sociale, shëndetësore, rrethana të caktuara, pa mundësi për të patur një zgjedhje, sigurisht në bashkëpunim me ofruesit e shëndetit, të cilët duhet të bëjnë punën maksimale për ta bindur gruan apo vajzën që nuk është zgjedhja e duhur, por sigurisht jo për ta penguar dhe për të mos e lejuar për ta kryer kur ajo e ka vendosur me vullnetin e saj të plotë. Nuk është vetëm feja, sepse presidenti i Amerikës nuk është fetar, po nuk është fetar presidenti i Amerikës që ka vendosur ligjin kundër abortit. Mendoj se është një debat i cili duhet të vazhdojë, është një debat i cili mendoj se ka nevojë për të vazhduar dhe për të kuptuar në më thellë se cilat janë të drejtat, të flasim shpesh për të drejtat, por vërtet cilat dhe sidomos cilat janë të drejtat e grave. Natyrisht, unë jam pro abortit, por gjithmonë me idenë që ajo të kontrollohet, ajo duhet ketë patjetër një këshillim të gjithlojshëm, në mënyrë që gruaja, edhe në momentin që vendos diçka, që gruaja dhe burri bashkë, në momentin që vendosin diçka, pas pak kohë e kemë mendimin të takim të mundësi. Dhe sidomos është shumë e rëndësishme që mashkulli, burri të mbaj përgjegjësitë e veta, familja të mbaj përgjegjësitë e veta. Dhe kjo është shumë e rëndësishme, mos i lihet bara gjithmonë gruas e cila duket sikur është ajo vrasja ose ajo shpëtimtarja. Linda. Dhe është debat duhet ta hapim dhe ta vazhdojmë gjithmonë, ta kemi gjithmonë në fokus. Dhe ju falenderoj shumë unë ju që pranuat sot faktikisht flisni për këtë temë. Po, Linda. Jo çdo ligj është i mirë si Dorela. Nëse ky ligj në Kanada do të kalojë që prindit kanë të drejtë të vrasin fëmijën e tyre nga mosha 0 deri në 1 vjeç, ose ligji ose holokausti u bë me ligj. Kështu që ligji është i mirë gjithmonë kur mbron të doptin. Kur ligji mbron të fortin dhe i jep të drejtën atij të vrasë të doptin, atëherë ai është një ligj i keq dhe nuk është një ligj i mirë. Dhe nga ana tjetër, ne sapo patëm një kontakt me disa persona në Gjermani që kanë vendosur të hedhin në gjyq shtetin, sepse shteti i detyron që t'i bëjnë fëmijëve të tyre vaksinat dhe nuk i pranon të shkojnë në shkollë vaksinat me MMR. Dhe vaksinat me MMR pas kanë qeliza nga fetusi. Nga fetusat e abortuar. Po, do dilim komplet në temën. Është temë tjetër çështja a gabon ligji ndonjëherë apo jo. Ideja është kjo, që mbasi ne vrasim,
ne jemi gati që të përdorim trupat atyre që vrasin, të vegjëlve tanë që i vrasim, edhe për të bërë vaksina, edhe për të bërë kremra, Mos ta bëjmë film horror. Jo, mos ta bëjmë. Edhe për gjëra të tilla. Faleminderit shumë, Elsa. Linda e vlerësoj që gjete kohë se je edhe në Amerikë, kemi zgjuar shumë herët sot. Faleminderit të dyave, ju përshëndes. Është gjithnjë kënaqësi, jeni gjithnjë të mirëpritura. Elona, Miron, faleminderit shumë. Jam shumë e lumtur që përveç se ishit pjesë e programit, zbuluam që keni qenë edhe shok klase. Faleminderit shumë të dyve. Mirë, ne kemi mbritur në fund, do të shihemi sërish nesër në të njëjtën orë në Shqipëria Live. Kalofshi mirë.